Hill fillon dëshminë e tij në Hag. Çka dëshmoi ai deri tani në lidhje me UÇK-n dhe Thaqin. Këtë hënë ka filluar dëshmi në Hag ish i dërguari i posaçëm i SBA-s gjatë luftës në Kosovë, Christopher Hill, i cili po dëshmon në kuadër të mbrojtjes se ish presidenti të Kosovës Hashim Thaçi. Hill dëshmoi në lidhje me rolin e Hashim Thaçit gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, si dhe për rolin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe për bisedimet në Rambuje. Gjatë dëshmisë së tij, Christopher tha se Thaçi nuk kishte rol vendimarrës dhe se ai nuk e drejtonte UÇK-n. Gjithashtu tha se Thaçi nuk ishte në gjendje të marrte vendime në emër të UÇK-s në bisedimet në Rambuje dhe se ai nuk ishte komandant, por i duhej të pyeste komandantët në Kosovë për t'i dhënë një qëndrim. Ai gjatë dëshmisë së tij tregoi për takimin e tij të parë me Thaqin, duke thënë se ai ishte si njeri që fliste butësisht dhe në mënyrë të mendueshme. Mu krijua përshtypja se ai ishte më shumë për një mjedis universitar sesa për një mjedis ushtarak, tha diplomati i pensionuar amerikan. Gjithashtu tha se ai ishte në mesin e 3 personave që erdhën, të cilët i takova, por nuk mu krijua përshtypja se ai ishte një person që kishte kontroll këtë organizatë të madhe ose që drejtonte atë, nuk e kishte asnjë bazë për këtë. Hill këtë hënë tha se kontakti i tij i parë me ushtrinë çlirimtare të Kosovës ndodhi në verën e vitit 1998 në Tiranë të Shqipërisë, i cili tregoi se ishte duke punuar me stafin e tij dhe të tjerët dhe duhej të gjenin një zyrtar apo grup zyrtarësh të UÇK-s me të cilët mund të flisnin lidhur me UÇK-n. Duhet të shtoj se kam punuar për një kohë në këtë drejtim pa pasur sukses dhe arritëm në përfundim se nuk kishte një udhëheqje të tillë. Tutje tha se në Tiranë takoi dikë që na e kishin përshkruar si kreun e UÇK-s. Hill tha se nuk i kujtohej emri i personit të parë nga UÇK me të cilin ishte takuar, por i kërkoi avokatit që ta pyeste për ndonjë emër. E gjersa avokati e pyeti nëse ishte Xhavet Haliti, Hill tha po. Tutja e përshkroi UÇK-n si një organizat pa strukturë vertikale dhe pa organizim hierarkik, duke shtuar se kishte të vështirë që të gjente një njeri të vetëm që do fliste në emër të UÇK-s. Gjersa foli edhe për ish presidentin e ndjerë të Kosovës Ibrahim Rugovën dhe partinë e tij Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ai tha se UÇK nuk dëshironte që presidenti Rugova të ishte zëri i Kosovës, por që donin që ata vetë të ishin zëri i Kosovës. UÇK-ja donte të punonte me Shtetet e Bashkuara sepse mendonte se ato mund t'i ndihmonin Kosovës të fitojnë pavarësinë afatmesme. Mu krijua përshtypja se ata nuk donin të punonin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ata bën çfarë mundën që ta prishnin reputacionin e LDK-s. Në vend që Ibrahim Rugova të ishte zëri i Kosovës, ata donin që vetë të ishin zëri i Kosovës. Mendoj që zëvendësimi i Rugovës si zëri i Kosovës dhe që vetë ata të flisnin për pavarësimin e Kosovës ishte ndër synimet e tyre, shtoi ai. I pyetur nëse UÇK-ja i kishte synim përfundimtar të udhëheqte Kosovën, Hill u përgjigj: nuk e kam dëgjuar këtë konkretisht, por çfarë kam dëgjuar se ata donin autonomi dhe të ishin të pavarur. Hill tha se takimin mes Rugovës dhe presidentit të atëhershëm serb, Slobodan Milošević, në vitin 1998 në Beograd, e nxiti SBA-ja. Kur ambasadori Richard Holbrooke shkoi në Prishtinë, unë isha me të dhe ulëm me presidentin Rugova. Edhe pse nuk e kishim diskutuar këtë paraprakisht, ambasadori tha se ishte ide e mirë nëse Rugova do takonte Miloševićin në Beograd, sepse mendonte se ky takim do të zgjedhte shumë probleme. Unë isha shumë skeptik, tha Hill. E gjatë dëshmisë së tij, Hill u pyet edhe nga mbrojtja për pretendimet e udhëheqësit e atëhershëm serb Slobodan Milošević në lidhje me Hashim Thaçin gjatë një takimi mes tyre në vjeshtën e vitit 1998. Avokati Hashim Thaçit, Luka Mishetić, e pyeti Hillin nëse Thaçi ishte luftëtar i madh dhe kishte marrë pjesë në vrasje siç pretendonte Milošević, gjë të cilën diplomati amerikan e mohoi. Jo, vetëm që unë e vlerësova që Thaçi nuk ishte ai person që e përshkruante Miloševići, por nuk e kisha dëgjuar këtë gjë nga askush dhe mendoj se është e rëndësishme që kuptohet e gjitha, sepse gjatë gjithë asaj kohe
Unë kam qenë në kontakt me presidentin Ibrahim Rugova dhe ai kishte mundësi të shumta t'i denonconte njerëz me emër, por nuk e ka bërë, tha Hill. Hill po vazhdon dëshminë e tij edhe këtë martë. Kujtojmë që deri tani të ftuar nga mbrojtja kanë dhënë dëshmitë e tyre edhe James Rubin, Paul Williams, John Duncan dhe James Covey.